Një incidenti i simuluar në det ndodhi në ujërat territoriale të vendit tonë, rreth 6 milje larg portit të Durrësit. 3 anije të forcës detare shqiptare, Lisus, Oriku dhe Semani, 2 anije amerikane dhe 2 helikopterë të forcës ajrore, morën pjesë në këtë incident të simuluar, që bëhet në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërkombëtare Defender Europe 25, që shtrihet në fazën e saj të dytë në 8 shtete të Ballkanit dhe Europën juglindore. Për herë të parë, Shqipëria angazhoi në këtë stërvitje dronët e saj, të cilët monitoronin gjithë operacionin në det dhe transmetonin në kohë reale pamje filmike te komanda e brigadës që ndodhet në Zallher. Stërvitja do të zgjasë deri në 9 qershor dhe ka për qëllim rritjen e gatishmërisë së përbashkët të ndërveprimit të forcave dhe kapacitetit të përgjigjes ndaj kërcënimeve në një ambient operacional kompleks. Skema e stërvitjes bazohet në nenin 5 të traktatit të NATO-s, i cili parashikon mbrojtjen kolektive në rast të një sulmi të ndonjë vendi aleat. Vetë Shqipërisë, një vend tjetër kyç ku do të zhvillohet stërvitja është dhe Kosova. Në të dy vende do të trajnohen skenar të mbrojtjes të infrastrukturës kritike, sigurimi i pikave të imbarkimit dhe menaxhimi i logjistikës së avancuar, thelbësor këto për reagim në kohë reale. Kundër admirali Adnan Agastra, komandanti i forcave detare, foli rreth rëndësisë së kësaj stërvitje. Kjo stërvitje është në serialin e stërvitjeve Defender Europe, cilat në rajonin tonë zhvillohen një në 2 vjet dhe kjo është në serialin e viteve, që për viteve 21, 23 dhe 25 si jemi tashmë, dhe ka filluar për pjesën detare që në Maltëzi, me të gjitha zhvillimet dhe operacionet detare në Maltëzi. Sot në këtë stërvitje kanë marrë pjesë janë forca detare, forca ajrore, forca speciale, por dhe forcat amerikane të Expeditionary Group, sepse kjo është një stërvitje e cila drejtohet nga komanda amerikane për Evropën dhe Afrikën dhe ka si qëllim kryesor aftësimin dhe dislokimin strategjik të forcave dhe mjeteve në rajonin e Evropës, duke përdorur kalime detare, toksore dhe ajrore. Kjo stërvitje Defender Europe, për shkak dhe të titullimit të saj, ka 3 elemente, 3 stërvitje të saj në vetvete, është Cyber Guardian, Immediate Response dhe Swift Response. Këto të 3 elementet përmbledhin gjithë serialin e stërvitjeve Defender dhe fillojnë që nga pjesa veriore e Evropës, në Evropën qendrore dhe këtu ku jemi ne me Immediate Response, në të cilës siç e përmenda janë të angazhuara të 3 forcat e Republikës së Shqipërisë. Defender Europe 2025 është demonstrimi më i madh ushtarak në Europë i udhëhequr nga trupat amerikanë e që ka përfshirë vendet të NATO-s dhe partnerët të tyre. E ndarë në 3 faza, stërvitja e cila ka nisur në pjesën veriore të kontinentit më 11 maj do të përfshijë rreth 28.000 trupa nga 39 vende. Operacionet do të shtrihen në territoret të 16 shteteve dhe në to do të angazhohen njësi të shumta ushtarake nga deti, toka dhe ajri.